Ka nisur zyrtarisht vaksinimi kundër gripit sezonal në të gjithë vendin, përfshirë edhe qytetin e Gostivarit. Vetëm gjatë ditës së djeshme nga 108 qytetarë të paraqitur për vaksinim në Gostivar, 80 prej tyre janë vaksinuar me sukses, duke treguar një interes të madh nga ana e popullatës. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu vizitoi pikën e vaksinimit në repartin për epidemiologji pranë Institutit për Shëndet Publik në Gostivar, qytetin e tij të lindjes, ku edhe vetë u vaksinua për të mbrojtur nga gripi sezonal. Ministri njoftoi se në nivel shtetëror janë regjistruar 49.530 qytetarë që kanë shprehur interes për vaksinim, ndërsa deri tani janë vaksinuar mbi 19.500 qytetarë. Sipas tij, këtë vit është siguruar një numër rekord vaksinash, plot 80.000 doza nga prodhuesi bot dhe prej që të gjitha të përdoren brenda afatit të vlefshmërisë. Nga java e ardhshme pritet të vinë edhe vaksinat komerciale për ata qytetarë që nuk bëjnë pjesë në grupet me rrezik të lartë. Por fat të mirë, çdo vit trendi i vaksinimit të qytetarëve shkon në rritje. Pra ne do të vazhdojmë si ministri bashkë me të punësuarit këtu që ky trend të rritet edhe më tej. Këtë vit kemi marrë numrin rekord të vaksinave, 80.000 vakcina 4 valente për prevenimin nga gripi sezonal. Për atë arsye, uroj që çdo qytetar i cili bie në një prej këtyre kategorive, të cilët janë mbi 65 vjet në moshë, fëmijë nga 6 muaj deri në 5 vjet, të punësuar në shëndetësi, gjithashtu pleq të cilët janë në kategorinë e institucioneve publike për këte kategorit të bëjnë rezervimin e tyre në vaccinacia.mk, do është online që të mund të rezervojnë, apo munden të bëjnë edhe nëpërmjet mjekut AM, me qëllim që ta marrin këtë vakcinë. Vaksinimi është një preventiv shumë e mirë edhe uroj që secili qytetar që bie në këtë kategori të merr vakcinë. Gjithashtu nga java tjetër do të kemi edhe një grup tjetër të vaksinimit komercial që qytetarët që nuk janë pjesë e këtyre kategorive të rrezikuara të mund gjithashtu ta marrin këtë vakcinë. Mjekja specialiste epidemiologjisë në Gostivar, Zorica Zafiroska, konfirmon se interesi për vaksinim është gjithnjë në rritje. Sipas saj, përfituesit e vaksinës falas janë qytetarët mbi 65 vjeç, personat me sëmundje kronike, gratë shtatzëna, fëmijët nga 6 muaj deri në 5 vjeç, si dhe punonjësit shëndetësor. Значит, вчера почна вакцинацията против сезонски грип. Dje filloi vaksinimi për gripin sezonal në nivel të shtetit. Vaksinimi filloi edhe te ne në Gostivar dhe prej 108 pacientëve të paraqitur, 80% erdhën në vaksinim. Interesi nga viti në vit gjithnjë është më i lartë që nënkupton se rritet ndërgjegjësimit e popullata. Kjo vaksinim falas përfshin pacientën mbi 65 vjet, gratë shtatzëna, fëmijë nga 6 muaj deri në 5 vjeç, punonjësit shëndetësor. Vaksina kundër gripit sezonal, përpos që mbron nga komplikimet të shkaktuara nga gripi të sëmurët kronik, mbron edhe pacientët që janë në moshë dhe kanë simptome më të lehta të gripit. Qytetarët e intervistuar nga televizioni Globi theksuan se përvoja e tyre me vaksinimin ka qenë pozitive dhe se fal vaksinës nuk janë prekur nga gripi vitët e fundit. Mu më ka mbrojtun. Si që në herë që kom marrë, kom pas efekt. Amo tash janë ndruta, amo mirë. Që sa vite? Që sa vite? Po lipsën të kitë një 40 vjetë. Vazhdimisht që merr vaksinë. Vazhdimi, ama nuk hera që, herë ka... Për herë të parë marë si vjetë dhe kështu regjistrohëm edhe termini ishte në ora 9 dhe edhe më kohët normalisht tash. Prisni që ju mbroj? Shpresojmë se të në mbronë, prandaj dhe vaksinohemi. Mosha e është ashtu që pa tjetër t'i marim edhe prandaj. Mjekët rikujtojnë se persona që kanë caktuar termin për vaksinim, por nuk paraqiten në ditën e caktuar, mund të vaksinohen deri në 7 ditë pas afatit fillestar. Pas kësaj, duhet të caktojnë një termin të ri përmes platformës vaccinacia.mk. Vitin e kaluar në Gostivar u vaksinuan mbi 3.000 qytetar, ndërsa këtë vit pritet që ky numër të tejkalohet. Vaksinat janë të llojit 4 valent, që mbrojnë kundër 4 llojeve të ndryshme të virusit të gripit.